Po pse amerikanët nuk e kanë uruar deri tani Edi Ramën dhe nuk kanë pasur asnjë reagim? Të lutem, është pyetje retorike. Se kanë uruar se nuk ka fituar. Se kanë uruar se nuk janë bërë zgjedhje. Se kanë uruar sepse nuk i njohin zgjedhjet. Ju kujtohet në 2021 ambasadoren amerikane që tha kanë fituar Partia Socialiste me 74 deputet. Pa mbaruar votimet, pa mbaruar numërimit, ajo bëri deklaratën. Tani ka 12 ditë nuk po ndihet ambasada amerikane. Kjo çfarë u thot? U thot që s'njehen zgjedhje. Ka gjithjesë. Prandaj dhe këta nuk festojnë, nuk brohorasin, nuk u bien daulleve për gjasme për fitoren. S'kan fituar zotëri, s'kan zgjedhje këto, nuk do një. Përveç kësaj që thoni ju, a ka një mesazh tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e japin duke mos reaguar konkretisht në këtë rast? Pikërisht ai është mesazhi. Duke mos reaguar, duke heshtur, i thonë që ne nuk të njohim për zotëri. Bëjta vetëm me mendje tënde ti. Bjeri Matarazuash, ne nuk të njohim. Ne nuk të njohim ty as për fitu zgjedhjesh, as për kryeministër, as për kryetar qeveria, as për gjë. Kush e lë Edi Rama të bëhet autokrat, më ç'bëni kështu. Lë Amerika të bëhet Edi Rama një çapacul të bëhet autokrat, harroje. Një njeri pervers, një njeri që merret vetëm me forma të ditën, një njeri që shkon në zyrat në punëseve të kryeministrisë, shkon me brek e pa brek. Po ka marrë se Amerika i ditë të tëra, si toni, do ta pranojë që një kryeministër. Urdhë? Ka marrë 83 mandate, nuk janë pak. Ku i mori mandate, nga kush i mori? Po nga shqiptarët e votuan. Po jo, zotëri, s'ka marrë gjë, keni gabim, asnjë gjë s'ka marrë. Është mashtrim e tëra. Tani KQZ-ja e ka certifikuar këtë pjesë. Vetë kryetari KQZ-s është për në burg, ai Celibashi. Ai krye hajduti mandateve. Dhe ai do vej në burg. Ju si mendoni, çfarë do duhet të ndodhte më një herë pas zgjedhjeve të 11 majit, nisur edhe nga pretendimet e opozitës se ka pasur manipulime në zgjedhje? Nuk e di çfarë do ndodhte, di çfarë do ndodh. Di që pushtetin do ta marrë qeveria teknike që është shpallur sot edhe 15 ditë, e cila do organizojë do bëj kushtetutën e re, Republikën presidenciale, deputetët dhe senatorët, dhe nuk do ketë asnjë lidhje me këtë pushtet dhe me këto dy parti që janë deri tani në pushtet. Qeverinë teknike e kanë bërë amerikanët dhe shqiptarët e Amerikës, dhe qeveria teknike shumë shpejt do marrë frenat në dorë, do marrë pushtetin në dorë. Nga ana tjetër, ka element të opozitës që pretendojnë se kryeministri Edi Rama është shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por duke qenë se është në pozitën e kryeministrit, ende nuk ka një vendim publik, po themi, pra një shpallje publike të këtij vendimi. Ju si mendoni, a rrezikon vërtet që Edi Rama të shpallet ose mund të jetë shpallur non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisur edhe nga dosjet si ajo e Megonigalit? Edi Ramës ishte thënë vendimi i Shtetit të Bashkuara të Amerikës që është non grata në Amerikë, dhe të tërë ju e shikoni dhe ne shikojmë që Edi Rama nuk e kalon dot oqeanin të vejnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk e kontakton asnjë zyrtar amerikan. Nuk, domethënë, e kuptoni që e kanë bojkotuar, e kanë bllokuar, më i thonë iksa nuk të njohim. Ai rri atje, rri si dordoleci në arë të mistrit, por nuk rri si kryeministër. Si kryeministër nuk e vlerëson njeri, nuk e avar njeri. Fare, hiç. A ka gjasa që Donald Trump ta ftojë në shtëpinë e bardhë kryeministrin Edi Rama? Kur në kurs. Kur në kurs. Nuk do ndodh. Nuk e shikoni në një të ardhmë të afërt? Fare, sepse presidenti amerikan nuk merret me halabak, me rrugas rrugësh. Nuk merret me njerëz pervers që e kanë kthyer qeverinë dhe pushtetin në harem. Harem Edi Rama në kryeministrinë Tiranë, harem tërmet peçin të Belen. Çfarë doni ju? Si mund ta njohin amerikanët këtë njeri? Si mund ta pranojnë këtë për kryetar shteti? Keni dëgjuar ndonjë vend tjetër të Evropës që ndodhin këto gjëra dhe t'i njohin njëri tjetrin ose t'i njohë Amerika? Asnjë. Ju si e parashikoni qoftë Partinë Demokratike dhe vetë Berishën, por edhe Edi Ramën në këto 4 vitet e ardhshme? Në burg.
Me çfarë dosjesh? Plot janë dosjet, i ka bërë byrja kombëtare e hetimit dosjet, gati janë, s'po i realizon akoma Spaku, s'po vepron Spaku. Spaku është bërë ngërç në dorë të Ramës tani. Ta mendoj mirë këtë që po bën, se do t'i përgjigjet, po do t'i përgjigjet keq, se do shkojë vetë ai kryetari i Spakut në Birus pastaj. Po që se nuk fillon arrestimet. I ishte dhënë urdhri. I ishte nga ata që e paguajnë, nga ata që e vendosën atë punë, i ishte dhënë urdhri, kanë thënë fillo arrestimet. Ai se bën, për të zezë të ti e ka. Ndërkohë ju e përmendët pak më parë që Partinë Demokratike ka gjasa që ta marrë në dorë pas Berishës e bia e tij Argita Maltezi. Sa gjasa ka që të ndodh një gjë e tillë që vetë Berisha ta lër në një traditë familjare e curin e Partisë Demokratike? Të mos e ngatrojmë gjërat. Nuk thash ka gjasa. Nguri veshin asaj deklarate që bëra unë. Thash, para pak kohësh është pyetur zonja Berisha, zonja Argita Berisha dhe ishte thënë nëse babai juaj do jap dorëheqjen nga Partia Demokratike, ju do kandidoni për kryetare? Dhe ajo tha, po, do kandidoj që s'kej me të. Pra është dëshira e saj, jo ka gjasa, asnjë gjas nuk ka të bëhet ajo. Të bëhet ajo kryetare e Partisë Demokratike. Ta harroj. Ajo është vetë me dosje. Ajo i vllai Shkëlxeni, Salihu janë me dosje o vllai, janë kapituj të tërë dhe mira faqe të krimeve që kanë bërë dhe të hajdutëllëqeve që kanë bërë. Nuk i shpëtojnë dot. Koklove. Ndërkohë të rikthemi sërish te Edi Rama, sa gjasa ka që Edi Rama të goditet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ky do të jetë një moment kur ai nuk do të jetë më kryeministër i vendit? Mbasi të marrë pushtetin ajo qeveria teknike, Edi Rama do arrestohet. Kështu është thënë deri tani, të shohim. Këtë e presim. Ndërkohë SPAK ditën e sotme së bashku me antimafian italiane kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar një operacion kundër elementëve të krimit të organizuar, por edhe emrave të tjerë të botës së krimit, duke ekzekutuar 52 urdhër arreste të lëshuar nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ju si e keni lexuar këtë operacion të SPAK-ut dhe a është ky operacion në nivelet e pritshmërive të asaj që kërkojnë vetë shqiptarët kundrejt SPAK-ut? Absolutisht jo. Këto janë arrestime që do t'i bënte prokuroria e zakonshme e çdo rrethi e çdo qyteti dhe s'ka asnjë lidhje me SPAK-un. SPAK-u do të rrisë krijuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin në sferat më të larta të qeverisë dhe të pushtetit. Nuk është ndërtuar për të marrë me halabak të tillë me hajdutë dhe me kriminal. Me këta merret tjetër kush. Merret ajo prokuroria e zakonshme për krime ordinere që kanë bërë, s'kan lidhje me SPAK-un. Jo zotëri, po këtë e reklamon ndoshta ose do ta përdori SPAK-u për të thënë që ja ne po punojmë. Atë s'na hedh dot i syve. SPAK-u ta arrestoi në ministrat, zëvendësministrat e korruptuar, përfshi kryeministrin e korruptuar. Këtë të bëj SPAK-u. Jo të merret me hajdut të drogës edhe me trafikantë të drogës. Nuk janë ata rreziku themelor në Shqipëri. Rreziku themelor është autokracia e këtij që kërkon të bëhet mbret.